Doni të zgjas aroma e parfumit tuaj sa më gjatë, këshilla të thjeshta që bëjnë ndryshimin. Nëse do të karakterizonim gratë sipas mënyrës se si zgjedhin parfumin, ndoshta do t'i ndanim në dy grupe: ato që zgjedhin një aromë për gjithë jetën dhe ato që preferojnë të ndryshojnë çdo sezon apo edhe çdo ditë. Megjithatë, pavarësisht në cilën kategori bëni pjesë, një gjë është e sigurt, të gjithë duam që parfumi ynë të zgjas sa më shumë dhe të mos zhduket pas pak kohe. Disa aroma janë më intensive dhe zgjasin gjatë me vetëm një sprutësim, ndërsa të tjera ka nevojë për pak ndihmë që të qëndrojnë më gjatë. Dhe ja ku jemi ne për t'ju ofruar këtë ndihmë të vogël. Aplikoni parfum në pikat e pulsit. Pikat e pulsit sipas veshëve, në qafë dhe në kyçet e duarve janë vendet ideale për të aplikuar parfumin aty. Temperatura e trupit në këto vende ndihmon avullimin gradual të aromës dhe e bën atë të zgjas sa më shumë. Qasje personale në aplikim. Nëse jeni shpesh në kontakt të afër me të tjerët, provoni të spërkatni parfum në duar, bryla, gjoks dhe në pjesën e pasme të qafës. Këto pika janë perfekte për të krijuar një nënshkrim të personalizuar të aromës, veçanërisht gjatë përqafimeve apo kontakteve të ngushta. Spërkatja në flokë dhe rroba. Materialet dhe flokët mbajnë më gjatë aromën, pasi nuk janë kaq të ngrohta sa lëkura. Nëse parfumi juaj avullohet shpejt për shkak të nxehtësisë, provoni të spërkatni lehtë në jak ose në skajet e veshëve. Kujdes gjithmonë, testoni fillimisht një zonë të vogël dhe të fshehur të rrobës për të shmangur njollat e mundshme.